Në fakt, Kosova ka një kohë që vlerësohet si një vend ose si një shtet që në paktën procesin zgjedhor në ditën e votimit e organizon në mënyrë ashtu mjaft demokratike, për shkak se nuk është që kemi një kohë të gjatë që s'kemi pasur incidentin që e kanë lënduar në tërësi integritetin e procesit zgjedhor. Mirë po, ajo çka është sfidë dhe problematike në kuadër të procesit zgjedhor është fakti që në ditën kur po mbyllen kutitë e votimit, ne po kemi probleme në administrimin e procesit të numërimit të votave, qoftë për kandidatët për deputet, qoftë edhe për ata për asamblesë. Mirë po veçanërisht të votave për kandidatët për deputet, për shkak se po vrehet qartë që një kohë gjatë ka një farë manipulimit madh brenda partijak mes kandidatëve që garojnë për deputet, të cilët si duket po kanë afërsi dhe lidhje me komisioner të caktuar nëpër qendrat komunale të numërimit dhe nëpërmjet, unë po them hipotetikisht nëpërmjet ndikimit nxitjes, madje edhe nëpërmjet masave të tjera, po arrin që ti shtojnë votat e tyre dhe me një farë forme po arrin që me tjetërsu vullnetin e qytetarëve në zgjedhje. Kjo normalisht i jep një udhë keqe shumë, sidomos këto zgjedhjet e fundit e kanë njollos të i masë, unë them, integritetin e procesit zgjedhor për faktin se dikon mbi 100.000 vota janë të thotë që janë dyshu, që janë vota të manipulueshme nga ana e komisionerëve dhe unë e mirëpres faktin që prokuroria e shtetit për herë të parë, unë po besoj që e ka me kaq shumë seriozitet ndjekjen penale, jo vetëm të komisionerëve, por duke që ka me pasë edhe hetime edhe më të plota, edhe më të zgjeruara, dhe unë besoj që hetimi i mirëfillt efikas do të jetë i suksesshëm dhe efektiv në momentin kur hetuesia dhe prokuroria e shtetit të arrijnë që të ndjekin dhe të sjellin para përgjithësisë edhe ata kandidat për deputet që eventualisht kanë pasur gisht në manipulimin e votave. Faleminderit shumë. Zonja Luzha, çfarë flet gjithë kjo që ka ndodhur dhe që tani është në lupën e prokurorisë për integritetin e zgjedhjeve dhe në fakt për një perceptim të qytetarëve rreth gjithë këtij procesi zgjedhor, krahasu me ato të kaluarat në për cilat kemi pasur vazhdimisht një kënaqëmëri se si janë organizuar. Po, problemi është tash që ndoshta edhe në zgjedhjet e përparshme ka pas kësi parregullsi, por si kemi vrejt në një farë mënyrë dhe jemi mashtruar të gjithë me si me thonë ditën e zgjedhjeve dhe ndoshta pse kemi qenë gjithmonë të friksuar pas një periudhe ku ka pas edhe tensione në ditën e zgjedhjeve, presione ose tjera dhe në disa zgjedhje radhazi kemi arrit me përmirësu situatën së paku në ditën e zgjedhjeve, pra që dita e zgjedhjeve me qenë e qetë, edhe duket që ajo na ka mjaftu për me qenë të kënaqur dhe me konstatu në studiet të ndryshme që procesi ka shku mirë, sepse paka shumë kemi shpëtu pa tensione, pa incidente të mëdha, edhe ndoshta kjo na ka mjaftu, po them, gabimisht, mandej jemi shoku të gjithë kur një proces i tillë, domethënë i qetë nga ana e qytetarëve, për fat të mirë të themi që është vrejt, ndoshta një mospërputhje në për lista, në për fleta dhe ka mjaftu ajo që me shkaktu një hetim, një kontroll dhe mandej me na dal një situatë tepër e madhe për cilën gjithë e kemi ditë që ndodh her pas here, domethënë komisionerët e kandidatëve shpesh mujnë edhe me mu marrë vesh me komisionerët e tjerë, po ndoshta në këtë masë kështu kaq të madhe, po them pas një kohë të gjatë nuk e kemi prit. Edhe kjo e shtron nevojën për me diskutu se si mund të organizohet kjo pjesë tash, sepse për procesin e votimit nga ana e qytetarëve duket që kemi mësu, si me thonë, nga psimet e kaluara, kurse për këtë pjesë nuk ka pas po më duket mjaftueshëm dënime, sepse kemi parë edhe në për shkrime, në raportimet mediave që ka pas edhe njerëz që kanë bërë këso veprime, janë dënuar dhe prap kanë vazhdu me marë ose poste ose pozitat të ndryshme në qeverisjen vendore, në qeverisjen ndoshta edhe qendrore dhe në një farë mënyrë nuk kanë pagu një çmim të lartë, i cili do të shërbente pastaj si një farë modeli për me disiplinu edhe këtë pjesë. Shpresoj që kjo krejt çka ka ndodhur dhe dënimet që do të pasojnë, jo vetëm për komisionerët, por ndoshta edhe për ata që kanë qenë kryesues që kanë pas përgjegjësinë, por edhe për vetë deputetët të cilët tash vështirë është me mendu
që të gjithë nështë kanë pas dëshirë me bo, si me thonë, mashtrimet e tilla, por po ashtu është vështirë me besu që dikush vetë një farë mënyre... Nga shefi, mira vota... Nga dëshira, sepse ajo është një farë mënyre një gogja një rrezik i madh, që ti e ndërmerë si komisioner, për me ja shtu, po themi vota dikujt, pa pas ndonjë përfitim personal. Kjo është vështirë e besueshme. Mund të ndodhen edhe gabime, mund të pranohet ajo, por kur kemi pa, domethënë, një gjendje të tillë me mira vota, domethënë të shtuar, ajo mohon veç që te kalon edhe atë gabimin. Gjithsesi kjo mbetet me u shiku qysh edhe me u lehtësu procesin. Vjetë, herën e kaluar me 9 shkurt, pikërisht tash, një vjetë që në kemi, kur përfunduan, zgjedhjet e patëm këtë problemin e numrimit edhe të sulmit që ndodhi një mënyrë sistemit, kritikuam edhe atë vështërsi, mandej si vetë u befasum për të mirë që KQZ-ja ishte shumë e shpejtë dhe efikase dhe krejt ajo shkoi në rregull, dhe mandej patëm këtë anën tjetër që me të vërtet i kalon hije të keqe. Nuk e di se si mund të përmirësohet, po duhet të pasojnë diskutimet se a mund të sanohet gjendja nëse organizojnë votimin elektronik, sikurse në shumë vendet e tjera. Domethënë duhet të diskutojmë modelet e mundshme. Po unë kisha pas dëshirë që ai diskutim për shembull me qenë shumë serioze dhe me shku dhe ma thellë, jo vetëm për organizimin, por për shkak të temës që do të flasim tash në vazhdim, për shkak të blokadave, për shkak të koalicioneve, numrit e tjerë, do të ishte mirë me shiku edhe a kemi mundësi të tjera, për shembull zona zgjedhore, apo zvoglimin e numrit të kandidatëve si ka qenë përpara, apo në një model tjetër, domethënë cilin fare nuk e kemi substancë për reformën zgjedhore, nuk është më rëndësi do të thotë që së pakut e vijimi i vullnetit popullit të thotë u kthy në vend, që është Po përmendoj për me qenë ma efikase ky proces edhe me të vërtet deputetët me qenë ata që i zgjedh populli, edhe jo njerëz që kanë interesa personale me qenë aty në kuvend, edhe me pa kuvendin si një vend ku përfitojnë një pagë ose ku përfitojnë një ndikim politik. Kur po flas për një reformë të thellë, ndoshta edhe me diskutu edhe mënyrën e pagesës edhe të shpagimit të deputetëve, se shiqeni tash kjo është bo shumë profitabile. Mënyra se sa paguën edhe normalisht që ajo, sepse njerëzit janë të prirën, domethënë për me pas një motiv, për me u pasuru, me pas një përfitim financiar, edhe kjo për shumë i ka shty shumë njerëz të cilët pa kur far bagazhi, pa kur far përvoje, pa kur far kauze, si me thonë, thjesht ta shohin ato si një farloj modeli klientelizmi edhe të interesohen thjesht gjithçysh me çdo kusht me marrë një pozitë deputetit për me mujtë mandej me përfitu atë që kanë mendu me përfitu. Kjo besoj që e dëmton demokracinë, sepse atërtin nuk po shkoni atë për me përmbajtësu popullin ose një grup caktuar të interesit, të cilit e ndajnë me ty një kauz, një ide, një bindje, por thjesht ti po zgjedh çdo mënyrë, çdo metodë me manipulu për me mujtë me e marrë një pozitë edhe ato kryesisht për përfitim personal.